Pas propozimit që kam bërë, ne ka propozuar të zoti Aleksandër Luvezi për zëvendësimin e prokurorit të shtetit në konsultim me të, duke bazuar në përvojën e tij të gjatë në menaxhim edhe si prokuror i shtetit, po edhe prokurorit të tapetit, prokurorisë tapetit. Ai edhe kam përkatësisht me propozu si zëvendës të prokurorit të shtetit. Mirë, po me që e ka spjegu situatën në letrën e tij dërguar Këshillit, edhe unë respektoj vullnetin e tij, letrën e tij që ka shkruar aty, dhe të rriqem nga propozimi për zëvendësimin e prokurorit të shtetit. Në të ardhmen të shohim se si do veprojë këtë aspekt. Është mirë që ushtruesit e detyrës na hanë disa shenjime më të detajume, sa i përket kësaj pike. Unë kam disa pyetje për zotin Çalaj. Fillimisht e thatë që jeni konsultuar me zotin Limezi para se marrë propozimin. Mirë po, a mundi me sqaru, është e çuditshme mënyra se si është caktuar shkresa, ku është baza ligjore për mu propozu zëvendës i ushtruesit e detyrës. Domethënë asnjë dispozit ligjore nuk përcakton se cila është baza ligjore për caktuar ushtruesit e detyrës. Ne në 17 i ligjit për Këshillin Prokuror, thotë Këshilli emëron zëvendës kryeprokurorin e shtetit pas konsultimit me kryeprokurorin e shtetit për një mandat 4 vjeçor. Dhe publiku e meriton një sqarim, pasi të premten ne me çfarë pozën e një pyetjes, dhe jo kështu me një email të zotit Lumezi, më të rikë çështje sikur nuk ka ndodhur asgjë, sepse është shumë e rëndësishme publiku me ditë ka u shpirë ky propozim, edhe pse u tërhoq në fond.